Në bazë të informatave nga komunat që zbatojnë raundin e dytë për kryetar të qytetit të Shkupit, të dhënat janë si vijojnë. Komuna e Aerodromit 28 presje 35%. Komuna e Butelit 18 presje 52%. Gazibab 20 presje 51%. Gjorqe Petrov 23 presje 26%. Karposh 32 presje 20%. Kiselavod 27 presje 25%. Saraj 6% dhe është njëra ndër komunat me jehon të votuesve më të ullët sa i përket votimit për kryetar të qytetit të Shkupit. Komuna Qendër 31 presje 65%. Në Çajër gjithashtu vërehet jehon e votuesve ullët dhe ajo shkon në 8 presje 83% dhe komuna e Shuto Orizarit me 19 presje 69%. Sa i përket të dhënave për komunat ku votohet raundi 2 për kryetar të komunash në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dhënat flasin që jehona deri në 15 ora shkon në 30 presje 26%, ndërsa po e krahasuam këtë shifër me votimin e raundit të parë, atëherë jehona ishte 31 presje 16%, që nënkuptohet që vërejmë një ullje prej gati 1%. Ndërsa si pas komunave, në komunën e Aerodromit, jehona e votuesve është 28 presje 35%, në Bogovin 26 presje 29%, në Brvenic 20 presje 83%, në Valandov 38 presje 54%, në Vinic 32 presje 59%, në Dibër 26 presje 72%, në Debërc 39 presje 24%, në Demirkapi 26 presje 97%, në Dojran 26 presje 75%, në Dolnen 33 presje 39%, në Zërnovc 36 presje 26%, në Karposh 32 presje 20%, në Kërqov 31 presje 81%, në Konqe 25 presje 50%, në Koçan 26 presje 72%, në Kumanov 22 presje 10%, njëherit edhe komuna me jehon të votuesve më të ullët sa i përket votimeve për kryetar komunësh raundi 2. Në Lozov 26 presje 95%, në Makedonska Kamenic 34 presje 28%, në Makedonski Brod 36 presje 92%, në Mogil 28 presje 20%, në Negotin 34 presje 80%, në Probishtip 29 presje 0,4%, në Rankovc 24 presje 64%, në Rosoman 28 presje 13%, në Strug 27 presje 22%, në Studeniqan 28 presje 88%, në Tetov 30 presje 94%, në komunën Qendër 31 presje 65%, në Qeshinov dhe Obleshev 38 presje 82%, në Quqer Sandev 20 presje 69% dhe në komunën e Shuto Orizaret 19 presje 69%, që së bashku me komunën e Kumanovës përbëjnë komunat me jehon të votuesve më të ullët.